Do të diskutojmë tani për programin ekonomik në mënyrë specifike të Partisë Socialiste. Zyrtarisht nuk ka filluar, por sigur se mund të shohim fushata zgjedhore për zgjedhjet e 11 majit, ka filluar tashmë me ritëm të plot. Ne do të diskutojmë më gjërësisht me kandidaten për deputete në qarkun e Tiranës, specifikisht në Kavaj, me zonjën Ilva Gjuzi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Lidia, mirë se u gjej. Ta nisim bisedën me pse vendosët të merreni me politikë? Mbase është pak vonë, por jo, nuk ka problem, është gjithmonë mirë, sidomos për personazhe si Ilva, të cilët nuk kanë qenë pjesë e mediave, arenës politike, shumë kush i quhen anonim. Dhe janë kurioz njerëzit patjetër në mënyrë të veçantë për rrugtimin. Shiko, e kam menduar gjithmonë pjesën e detyrës qytetare për të angazhuar në politikë. Ka nivele ndryshme si mund të angazhohesh, mund dhe mos të angazhohesh në politikë përse, po je një person i komunitetit dhe mundohesh me lidhjet e tua, me afrimitetin që ti ke, me komunitetin tënd, të zgjidhësh ato problematikat që janë, mund të bësh këtë nëpërmjet sipërmarrjeve që japin kontribut edhe në komunitet, flasim për ato qasje të sipërmarrjes që unë dhe familja ime kemi pasur ndër vite ku të bërit biznes mirë gjithmonë ndikon dhe në komunitet. Dhe pastaj eventualisht gjërat edhe marrin një formë tjetër. Unë nuk e kisha planifikuar më përpara që ndonjëherë jeta ka të papritura. Janë këto takimet që të ndryshojnë rrugtimin, le të themi. Unë për herë të parë në strukturat e Partisë Socialiste kam hyrë para pak më shumë se një viti, gjatë asaj që quaj procesi i rienergjizimit të Partisë Socialiste, i cili nisi pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit, dhe pas një takimi në zonë, ku pjesë e takimit ishte edhe vetë kryeministri Rama, bëm një bisedë dhe mua më ngjiti. Pra, kam pasur simpati gjithmonë për vizionin që Edi Rama ka për Shqipërinë, edhe në atë moment aty ishte një pyetje kështu e sinqertë që ore, po të pëlqen të merresh me politikë? I thash, më pëlqen të punoj për komunitetin. Ku, si, qysh tek? Është forma më e mirë. Aty ku ti shërbej punës, pra nuk është se unë i kam hyrë këtij rrugtimi me një objektiv të qartë që do bëhem deputet apo do bëhem zëvendësministër. Domethënë, erdhi. Dhe megjithatë jeni në listën e mbyllur, që do të thotë vendi në parlament është më së i sigurt. Dhe çfarë do të bëni për komunitetin tuaj më tepër, ndryshe, më mirë? Shiko, punë për të bërë ka shumë. Se edhe Kavaja ka specifikat e veta, bashkia është e djathtë. Çdo zonë ka specifikat e veta, unë kam fatin e madh që punoj, më është besuar të punoj në atë zonë të cilën e njoh si në aspektin e komunitetit. Gjyshja ime, që është një qytetare e mirë e Kavajës, thotë, ne nga Kavaj, thotë, bim ofis o krushqi, do më thënë të gjithë njihen me njëri tjetrin. Dhe kjo të ndihmon, do më thënë. Nga ana tjetër, kur ti ke pasur sipërmarrjet e tua në zonën e Kavajës, kjo të bën të njohësh edhe qeverisja në nivel lokal. Kemi punuar sikur Bashkia e Kavajës ishte Majtas, si sot që është Djathtas, po përtej kësaj ajo që është e rëndësishme është se duke qenë përdit aty, ti di ato hallet e përditshme, di dhe problematikat që sjell sezoni i lartë veror, di dhe një problematikë që mund të ketë shiu, di dhe një problematikë të shkaktuar nga erozioni bregdetar, le të themi. Pra janë këto gjërat që ti i di, çdo ditë dhe i di dhe si kanë evoluar. Dhe pastaj për të shkuar përpara, duke qenë pjesë e familjes së Partisë Socialiste, ti ke mundësi realisht që po të bësh një rezume, le të themi, të qartë të atyre problematikave që janë në zonë dhe ti nuk i ke bërë nga tavolina, qoftë në një ministri apo në një institucion tjetër, po i ke bërë nga në terren, nga baza, tu të jepet pastaj mundësia që këto problematika të mirë artikuluara ti qasësh me zgjidhje të ndryshme. Dhe patjetër që duke qenë pjesë e kuvendit eventualisht, ke mundësinë që të bësh atë detyrën bazë që çdo përfaqësues në kuvend ka, që është të loboj për zonën e vet dhe të çojë përpara ato projekte që nxisin zhvillimin e komunitetit nëpërmjet zhvillimit social, zhvillimit ekonomik edhe ruajtjes së aspektit mjedisor që është shumë i rëndësishëm. Sidomos tani është jashtëzakonisht i rëndësishëm, aq më tepër që Kavaja ka edhe
gjitha dvi bregdetare, përveç turizmit. Mund të themi që Kavaja ka edhe një tendencë deri diku industriale, sepse thjesht duke kaluar në rrugën nga Golemi, për shembull, deri në Rogozhin, në dy anët ka plot biznese. Patjetër, shiko, vetë pozicionimi i Bashkisë Kavaje bën atë të tillë që të jetë një pozicion i favorshëm për një shumëllojshmëri. Patjetër që pesha bazë e besoj unë e ekonomisë Bashkisë Kavajës do të mbetet turizmi, i cili sot po kalon në një stad tjetër, pra nëse deri para disa vitesh Kavaja njihej vetëm për turizmin e Bregdetit, ku vazhdon mbetet hambari turizmit shqiptar, kjo është taksative, nuk besoj që... Kavaja ka numrin më të madh. Gjiri Durrësit në tërësi, domethënë, me struktura akomoduese shumë cilësore, të cilat edhe me investimet ekstra që u bën nga një vizioni i qeverisë, mori një hovë tjetër. Për shembull, më lejo të përmend atë pedonalen e famshme që ne sot na duket si e mirëqenë që ti vjen në Golem, lo makinën në Plepa dhe bën një ecje shumë të këndshme, po para se të bëhe kjo, ishte komplet një dimension i ndryshëm. Pra, darka nuk ishte aq vitale në zonën e gjirit të Golemit, le të themi, pjesë e gjirit Durrësit. Po përtej kësaj, kodrat, agroturizmet kanë marrë një zhvillim të madh, kanë lindur shumë sipërmarrje familjare në Bashkinë e Kavajës, pikërisht në formën e agriturizmeve. Nga ana tjetër, ajo zonë ka toka shumë të mira, ku mund të zhvillohen dhe industri të vogla agro-ushqimore. Kemi faktikisht në disa zona specifike ku edhe eksportohen produkte shumë atipike, le të themi. Për shembull, është një zotëri në një zonë që rrit asparag dhe ka të tërin për shparg, që i themi ne, ka të tërin për eksport. Kushton shumë dhe është shumë i kërkueshëm. Dhe ky zotëria është rikthyer nga Italia faktikisht para tani nuk e di fiks, po mbi 10 vite ka që është rikthyer, ka ngritur këtë fermën e vogël të shpargut, edhe eksporton të gjithë sasinë, pra ka dhe nga këto modelet. Pastaj patjetër që janë dhe të gjitha ato industritë e tjera që mbështesin industrinë e turizmit, se shumë industri të tjera, shumë sektor janë pikërisht në shërbim turizmit. Industria e turizmit është ajo më e ndërlidhura, le të themi, dhe prandaj fakti që turizmi sot është sektor prioritar për qeverinë shqiptare dhe për zhvillimin e ekonomisë shqiptare, e bën atë kaq të rëndësishëm, sepse turizmi ka dy dimensione shumë të rëndësishme. E para, shumëllojshmërinë e fushave që ai prek, pra të gjithë industritë e tjera që ndërlidhen me të, dhe e dyta, për të bërë turizëm ose për të bërë investime në turizëm, mund të fillosh nga një sipërmarrje shumë e vogël deri tek investimet 10 miliona euro që mund të jenë të rezorteve me shumë hyje. Megjithatë, ka rreziqe nëse ekonomia fokusohet në një sektor të caktuar, dhe këtë e paralajmëroi edhe së fundmi ishte Standard & Poor's kur vlerësoi për lart ekonominë shqiptare. Por paralajmëroi për rreziqet që vijnë nga varësia ose mbështetja të një sektori të vetëm, siç është turizmi në rastin tonë. Ju, si do ta bënit portofolin më të larmishëm, portofolin flas ekonominë shqiptare, në mënyrë që të mos jemi të ekspozuar? Shiko, edhe turizmi në vetvete nuk është një portofolin ngusht tek, le të themi, mono. Pra, në radhë parë ajo që e bën të favorshëm sektorin e turizmit është fakti që është i larmishëm dhe në momentin që ti diversifikon ofertën turistike, çka ka qenë dhe prioriteti i qeverisë në përputhje dhe me direktivat e Bashkimit Evropian, është që ti mund të bësh turizëm gjithvjetor, mund të bësh turizëm në det, mund të bësh në përkodra, mund të bësh turizëm mjekësor, mund të bësh ta kthesh destinacionin tënd në një destinacion që mikpret nomadët digital, pra për një kohë të caktuar të vitit, ndoshta jashtë sezonit të lartë turistik. Tirana është plot, thuajse çdo ditë. Dhe Golemi gjithmonë më shumë, pra dhe Bashkia Kavaj... Nomadët kanë nevojë edhe për frymëzim dhe i preferojnë në mënyrë të veçantë Bregdet. Patjetër, dhe janë një tipologji shumë e mirë, sepse ata kthehen në rezident të përkohshëm, le të themi. Edhe qarkullojnë fort në ekonomi, se ndryshe nga ata të cilët që ndrojnë për 7 ditë. Këta që ndrojnë 3 muaj, le të themi, ajsa ua mundson vita. Një banesë, ushqim,
shpenzimet për ditëshme. Pa tjetër, do marrin autobusin, do marrin një makinë me qëra, pra qarkullojnë goxha në ekonomi dhe qarkullojnë atëhere kur është jashtë sezonit të lartë. Se në kohën e sezonit të lartë, kur ne e dim... Ata nuk e duan edhe zhurmë. Ata nuk e duan dhe ata pikërisht të mbushin ty edhe stokun akomodues jashtë sezonit. Po nga ana tjetër, edhe industria e turizmit ka kërkuar investime në ndërtim, le të themi, pra për të mbështetur këtë rritjen e madhe të flukseve, ndërtimi edhe në Bashkinë e Kavajës ka marrë një hovë të madh, i cili duhet patjetër, këtu është detyra e bashkisë që duhet bërë mirë dhe këtu mendoj që ka hapësirë për të diskutuar se si është bërë kjo punë dhe se sa mirë duhet të çohet përpara. Ato investimet bashkiake që duhet të bëhen për të mbështetur zhvillimin, pra furnizimet me ujësiellës kanalizime, sistemimi i hapësirave publike, organizimi i hapësirave për parkingje. Pra në Tiranë gjithmonë më shumë shikojmë projekte ku parkimi është një domosdoshmëri dhe është në fokus të projektimit dhe kjo duhet bërë patjetër dhe në zonën turistike të gjithë bashkisë Kavaj, po edhe brenda në qytetin e Kavajës. Domethënë duhet të shkojmë pak përtej atyre parkimeve anës rrugës dhe duhet të jetë në vizionin e qeverisjes lokale që ta zgjidhë këtë lloj problematike. Do diskutojmë pas 2 vitesh kur të jenë zgjedhjet lokale. Ndërkohë, nëse flasim për disa nga pikat e prezantuar zyrtarisht nga Partia Socialiste, pagat dhe ekonomia pika kryesore dhe me sa po shohim ekonomia, ashtu sikur se ndodhi në SBA, zuri peshën kryesore dhe në Shqipëri ekonomia po merr vëmendjen më të madhe. Si Partia Socialiste, ashtu edhe Partia Demokratike janë fokusuar tek ekonomia. Pagat, do të shkojmë paga mesatare në sektorin publik, ka shkuar në 1.000 euro aktualisht, do të shkojnë në 1.200 euro. Njëkohësisht, rritja e pagës në sektorin publik që e merr vendimin qeveria, në sektorin privat, bëhet një farë presion pozitiv gjithmonë që edhe privati të ndjek publikun. Presioni i vërtet për sektorin privat faktikisht vjen nga nevoja për punonjës edhe që është për problem në 3 vitet e fundit është problemi kryesor i çdo sipërmarrje. Dhe jo vetëm në Shqipëri, domethënë është trend. Është trend global, le të themi, që sidomos nevoja për profesione më të specializuara ose dhe për shërbime që mund të jenë të një përgatitje, le të themi, teknike më t'ullët, po që kërkon një fokus të mirë si që janë shërbimet sanitar, sepse hoteleria dhe shërbimi turistik e ka kriter bazë pas tërtin. Pra të gjitha dhe shërbimi në për hotele, të gjitha këto diktojnë edhe pagat. Unë do thoja që duke ardhur nga terreni, duke pasur një kontakt të vazhdueshëm me bizneset, me sipërmarrësit e zonës, dhe jo vetëm, domethënë, pagat në sektorin privat realisht e reflektojnë këtë gjë. Ne kemi pasur një problem dhe kemi deri diku me pjesën e raportimit të nivelit të pagave, edhe kjo ha shumë diskutim pse ndodh, pra nuk është një gjë që bëhet vetëm për shkak të sipërmarrësve, janë dhe punonjësit një pjesë që e bëjnë këtë lloj presioni. Ka nevojë për më shumë para sot se sa të mendojnë për pension. Po ka dhe problematika të tjera, ka njerëz që kanë pasur kredit të bartura, të lutem mos më jep shumë para në bank, domethënë. Megjithatë, një aksion kundër informalitetit i nisur që në shtator apo tetor dha realisht efekte tek bizneset që deklaruan në rritje të gjitha pagat. Por sektori privat është shumë afër pagave, mos them që në sektor të caktuar i te kalon ndjeshëm pagat e sektorit publik. Po mesatarja është gjithmonë mbrapa, mesatarja në privat me publikun, publiku është rreth 20.000 lekë të reja para. Plas për mesatarë. Edhe kjo ha diskutim, po domethënë duke folur me se po nëse shtojmë edhe informalitetin që ekziston, patjetër që aty janë. Po sidomos në një ekonomi që ende nuk është maturuar plotësisht, unë do thoya që është e rëndësishme ta kemi parasysh këtë kur bëjmë diskutimin, se në fund të ditës është para në xhepat e qytetarëve. Për konsum shkon. Për konsum, pra riqarkullohet në ekonominë shqiptare, i vetmi që vuan është buxheti i shtetit, dhe do të thotë vuan ai buxheti që mund të shkojë për investime nga sektori publik, por në ekonomi ndihet, sepse ndihet që ka një, pra nuk është se kemi një s'po vjen fjala, një stagnation, një stagnacion. Një stagnacion
të ekonomisë, të shitjeve, po qarkullon. Kështu që edhe sektori turizmit specifikisht, i cili ka nevojë për formalizim, dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit bashkë me qeverinë, domethënë kanë marrë një sër masash për ta përmirësuar formalizimin, duke filluar që nga TVSH-ja 6% që të gjithë sipërmarrësit e industrisë së turizmit u ofrohet në momentin që certifikohen. Pra po bëhet një punë dhe në këtë drejtim, por edhe ato sipërmarrje të cilat kanë operuar deri më tani, le të themi në këtë zonën gri, jo plotësisht të formalizuara, në fund të ditës kanë kaluar para për ekonominë shqiptare. Është konsum, dhe madje disa qeveri me dashje favorizojnë një farë informaliteti në madh saktuar, pikërisht sepse ato para shkojnë për konsum. Tek pagat dhe pensionet, të dyja partitë janë me programet ngjashme. Madje Partia Demokratike ka vendosur minimumin jetik 200 euro. Partia Socialiste paga minimale në 500 euro duke nisur nga viti i ardhshëm. Pensionet gradualisht do të rriten deri në 2030. Ka kosto të mëdha vendosja zyrtarisht e një minimumi jetik? Unë nuk jam një ekspert e fushës së ekonomisë, por patjetër që duke pasur një lloj eksperiencë dhe në sektorin privat, di të them që patjetër kur ti vendos një minimum jetik dhe kur ti kërkon që këto para të shkojnë për këtë lloj objektivi, do e marrësh nga diku tjetër, pra për të realizuar këtë lloj sipërmarrje, do financohet ky lloj objektivi duke ja hequr diçka tjetër, ndërkohë që ka sektorë të tjerë të cilët ti duke injektuar para në atë sektor, ti mund të qarkullosh më shumë, pra në terma afaqshkurtër duket sikur nuk po i çonte ky minimumi jetik, por duke i çuar në një sektor tjetër, ti krijon vende të reja pune, të cilat i ofrojnë qytetarëve më shumë se ai 200 euro që i minimumit jetik, po i sigurojnë këto pagat që janë, domethënë që janë më të përshtatshme për të çuar përpara jetën e përditshme të qytetarëve. Pika më e fortë e programit Partisë Socialiste. E keni evidentuar një? Ajo që unë do thoja në raport me programin e Partisë Socialiste në tërësi është që Partia Socialiste vizionin e Shqipërisë 2030 nuk e ka nisur sot dhe nuk e bën për shkak të një objektivi të çastit për të fituar një mandat të katërt. Qeveria Rama, që në qeverinë Rama 1, ka ardhur me një vizion të qartë për Shqipërinë 2030. Pra, vizioni dhe programi i qeverisë aktuale, pra i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, është çuarja përpara e punëve të programuara që në mandatin e parë. Pra ndryshe nga partitë e tjera që punojnë për një mandat, ta kalojmë këtë mandat, po e morëm dytin, hajde të shohim çfarë do bëjnë, Rama ka ardhur në 2013 me një vizion të qartë minimalisht për 2030-ën, që do të thotë është shumë herë më efikase kur ti punon në një vizion minimalisht afatmesëm, por edhe afatgjatë për të çuar punët përpara, sepse mendoj që punët e bëra mirë janë të parashikuara hap pas hapi dhe jo sipas nevojave të çastit. Dhe për të mbyllur me biznesin dhe me taksat, ju përmendët që keni edhe eksperiencën në sektorin privat. Bara e qeverisë aktualisht, përsa i përket taksave dhe detyrimeve që në tërësi bizneset paguajnë, është e kënaqshme apo ka hapësira për lehtësime, sepse suficiti në 2024, suficiti i të ardhurave buxhetore, vetëm për 9 mujorin nëse nuk gaboj ka qenë rreth 700 milion euro. Pra do të thotë efikasitet shumë i lartë në mbledhjen e të ardhurave. Shiko. Por mund tjetë edhe shtrëngim për biznes. Përsa i përket modelit të taksimit që Partia Socialiste ka pasur dhe ka implementuar në vite, është një model taksimi i cili sipërmarrjet, sidomos sipërmarrjet e vogla, pra biznesi i vogël me të gjithë taksën zero që e ka të garantuar prapë deri në vitin 2029, është një model ku në rajon nuk e ka askush, po dhe në Europë nuk ekziston ky lloj taksimi. Pra ne jemi shumë mirë në aspektin e taksave, siç të thash, taksa 6% për strukturat akomoduese, për shërbimin hotelier, le të themi, apo investimet në agroturizme, të cilat nxisin dhe ekonomitë e vogla familjare, dhe nxisin dhe sektorin e bujqësisë, i cili deri para disa vitesh nuk po edhe ai sektori i vogël, le të themi, nuk po merrte fokusin e duhur, ku ne kishim shumë njerëz të cilët kishin tokat e tyre, por nuk e shikonin të udhës, të prodhonin asgjë në tokat e tyre, po shkonin dhe blinin çdo gjë në treg.
kjo ka garantuar që të lehtësohet bara për bizneset. Patjetër që detyra e shtetit është që atë nivel taksimi që ka caktuar ta mbledhi shumë mirë, sepse janë para që i shërbejnë për investimet publike. Por besoj që bara që kanë bizneset sot është e mirë llogaritur në aspektin e asaj që dhe atyre të bëhet lehtësimi më i mirë i mundshëm, por në aspektin tjetër edhe të kemi para për buxhetin e shtetit për të investuar në të gjithë sektorët e tjerë, arsim, shëndetësi, investime publike edhe të tjerë si këta. Dhe ta mbyllim pikërisht me individin dhe familjen, politikat sociale në tërësi. Të dyja partitë politike kanë fokus, individin dhe familjen, madje synojnë edhe migrantët, qoftë ata që investojnë, qoftë ata që mund cilësohen si fuqi punëtore. Partia Socialiste ka paketën e maleve dhe synon përmjet panajireve të rikthej emigrantët punojnë, të jetojnë, të investojnë në Shqipëri. Mendoni se ajo ofertë që Partia Socialiste ka bërë është jorse për ata? Paketa e maleve, një nga specifikat më të mira që ka, është fakti që zgjidh ngërçin e dokumentit të pronësisë për të gjitha ato territore të cilat nuk kanë pranuar 7.501. Edhe që ne e dim ligji i famshëm i cili ka sjellë jo pak probleme, jo vetëm për shtetin, jo vetëm për dokumentacionin, po edhe për qytetarët me njëri tjetrin. Pra është një trashëgimi e cila na ka hap shumë halle dhe na ka dhënë shumë dhimbje koke të gjithë ne shqiptarëve për te partive, le të themi. Kështu që në këtë aspekt, Partia Socialiste po i vën në vend derin atyre të cilët nuk e pranuan këtë ligj, le të themi, për të riinvestuar në tokat e tyre, në rivitalizimin e kullave të gjyshit. Çdo pasuri që ata mund të kenë. Çdo pasuri që ato mund të kenë. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që patjetër incentiva është shumë e mirë, shto faktin që ka një incentiv tjetër për taksimin zero për 500 aplikantët e parë që vinë për 10 vjetë, po edhe nëse ti je për te këti numrit 500 aplikantësh, lehtësira fiskale ka plot, se mjafton të shikosh ligjin për investimet në agroturizme, apo të vëshon 6% për strukturat akomoduese, pra edhe nëse ti je më vonë se ky 500 personat e parë që vjen, prap ka hapësira. Nga ana tjetër, edhe përsa i përket strehimin social, edhe sot që flasim, kam dëgjuar këtë artikulimin që taksat e ndërtimit janë të larta dhe kjo ndikon edhe në çmim. Në çmimin final. Tani nuk është fiksa shullet themi, po një gjë që është interesante, 3% e taksës së ndikimit në infrastrukturë që bëhet për sektorin e turizmit faktikisht shkon për strehim social. Dhe kjo është arsyeja sepse taksa është në atë nivel që është. Nëse do hiqnim këtë 3% që mund të paguhet në para drejt për drejt në buxhetin e shtetit, apo mund të paguhet në sipërfaqe metra katror nga kompania ndërtuese, kjo është ajo që është pjesë e politikës së Partisë Socialiste për strehimin social edhe për të zgjidhur një aspekt të rëndësishëm të mirëqenies kolektive, le të themi. Se pastaj diskutimet kur ti nuk ke gjë në dorë dhe thua a priori do bëj këtë, do bëj atë, pa ulur dhe të bësh llogarit me kuletën përpara, janë shumë të thjeshta. Domethënë shumë e rëndësishme të kuptojmë që çdo lloj premtimi që bëhet duhet të ketë një matematikë të pastër mbrava. Siç thash, unë nuk jam ekonomiste me profesion, po jam zonjë shtëpie. Edhe ne e dim që portofoli është ai që është dhe nuk mund të bësh sado që ke dëshirë të bësh investime ekstra, ku diun, të blesh perde të reja dhe të bësh dhe gjëra, po nuk i bën dot, sepse realisht ato janë të ardhura dhe ti duhet të mirë menaxhosh për të gjithë familjen tënde, nga fëmia më i vogël te më i madhi, te gjyshi, te gjyshja. Pra, menaxhimi i mirë. Është shumë kollaj të duket si premtim adoleshentësh ndonjëherë që shiko se ne i bëjmë gjitha, po s'bëhen gjitha pa lapse letër. Faleminderit që ishit në studio, zonja Gjuzi, suksese në fushat. Shumë faleminderit. Në sjellje dhe ç'është më e rëndësishmja në mandatin 4 vjeçar. Shumë faleminderit.